materialet hetimeve italiane, por që nuk kanë përfunduar në gjykatë për mungesë provash. Do të ndalem pak të raporti i Departamentit Amerikan Qyteti dhe nëse lejon pastaj do ta sqaroj edhe këtë pjesë. Ju përmendet raportin e Departamentit Amerikan, në fakt nuk më surprizon fare ai raport dhe gjuhën cilën ka përdorur, sepse Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë prioritet luftën kundër trafikut kokainës dhe të krimit organizuar. Do të dalë vetëm një statistikë, një goditje të fundit që bëri prokuroria posaçërisht që fillimisht kishte pjesën e fundit sepse sasi të ndatë drogës që kapur në vendin e Bashkimit Evropian, që ishte organizata e drejtuar nga Elvis Qela dhe Franz Qopja, dy nga narkotrafikantët më të rëndësishëm të identifikuar deri tani nga autoritetet shqiptare, sigurisht bashkëpunim me Francën, Holandën, Belgjikën dhe vende të tjera, rezultonte që ata kishin arritur të investonin në forma dhe mënyra të ndryshme. Çfarë ishte kjo? Kishin arritur të investonin miliona në kriptomoneda, miliona euro në lingotari, kishin arritur të investonin në pasuri të paguajshme në Shqipëri dhe jashtë saj, kishin kontrabanduar para në disa vende të Amerikës Latine, po flasim shifra në 10, 20 apo 30 milion euro një transfer në Bolivi, Peru, Kolumbi e tjera me radhë. Pra do të thotë që fluksi parave që ishte shpërndarë në vendet e Amerikës së Jugut apo në vendet Bashkimit Evropian nga ato që kishin ardhur në Shqipëri, mund të kenë pak rrit që mund shkonte deri në 10% të GDP-s, atë prodhimit të brendshëm bruto të vendit. Çka do të thotë fakti që një organizatë vetme ka arritur të fusë kaq shumë para të pista në Shqipëri, do të thotë se në një farë mënyrë ka deformuar të gjithë ekonominë shqiptare. Dhe për këtë arsye, amerikanët, pra Shtetet Bashkuara të Amerikës, e kanë kryer si një prioritet dhe prokuroria posaçme është orientuar sipas edhe politikave amerikane që të ndjekë linjën e trafikut të drogës, të narkotrafikut të krimit organizuar. Pra do të thotë që është kryer një shqetësim shumë i madh sepse nuk bëhet fjalë vetëm për transferta të bëra brenda vendit, por janë afektuar edhe ekonomitë e vendeve të Bashkimit Evropian dhe sikur të thash, vendet të Amerikës Jugut. Në këtë aspekt ka llogaritur pra pjesën tjetër të grupeve të tjera kriminale, të cilat vijojnë të operojnë edhe tani, pa vetë vetëm për një segment që ka hetuar autoritetet e vuajtjeve dhe shqiptare, rezulton që ka një fluks kaq të madh parash. Kështu që në këtë aspekt nuk më surprizon fare raporti, sepse ne të gjitha problemet e tjera këtu dimë se si funksionon informaliteti, se si fundat merren nga kompani, pafitohet vjen nga kompani që nuk kanë fare kapital, por pak pritna sa rrethua 35 apo 40 katëse bëhet pastaj një kull farfurice dhe sigurisht në gjithë mjafton të shohim mes Tiranës apo resortet luksoze nuk të vendit, kështu që në këtë aspekt ata thjesht ja kanë bërë të qartë qeverisë shqiptare që ka tejkaluar çdo limit, sepse gjuha që përdoren më përpara ka qenë një gjuhë më e moderuar, por këtë herë është e qartë dhe e prerë. Çka do të thotë që me sa duket do të ketë një ndryshim të kursit dhe do të jetë kryefjalë e institucioneve goditja e trafikut drogës dhe do të organizuar. Sigurisht në Afrika, që Afrika nuk e mbresht, pra Afrika nuk të patjetër, nëse kjo ndodh, do kam dyshime më shumë luftë ose pastrim të elementeve që të mendohet se kanë qenë pranë qeverisë ose pranë kryeministrit të cilët mund të jetë shumë dimensionale, mund të merret në disa drejtime të ndryshme. Kështu që nëse do të ketë një luftë frontale, siç pretendohet, që ndryshojnë fakt sepse këtu është problem në xhenes, problem shumë i madh. Se ku do ta bëj policia e cila është në ditën e vet në të zezë, një polici e cila po drejtohet nga element mafioz. Kjo polici do ta luftojë. Po mund ta bëjnë 50 apo 60 oficerë të BKH-s, pra në një vend ku flitet, vetëm ta marrën fjalën. Në vend, pra ne kemi disa vende të Bashkimit Evropian që duan të nxjerrin ushtri në rrugë. Ne pretendojmë tani Belgjika që kanë hedhur dorën e nxjerrjes së ushtrisë në rrugë. Kush do ta bëjë? Kush do ta bëjë këtu në Shqipëri? Do ta bëjnë sikur heroin të jenë dhe sikur nuk e di çfarë më të bë. Është e pamundur nëse nuk ka një bashkëpunim, pra nëse gjithë secili nga ne nuk shkon dhe nuk reagon se kemi folur, domethënë, ta bëjmë qëndrosi tema, që ka dalë sepse historia e rrugës nuk është një histori që lindi me librin që botori gazetari italian. Në mos gabohem, përpara jush në 24 ka qenë një Vasili dhe unë dhe Vasili kemi përmendur diku 2023-2024 takimin e parë, gati 2 vjet përpara, kur dolën të dhënat e para nga Mediatek, kur Black Eagle ishte procesi sapo kishte nisur atje, pra pjesa e parë e grupit ndërkohë që tani ka procese të tjera. Black Eagle Mediatek në atë kohë filluan të nxjerrin inicialet e personave të cilët kishin qenë në takim,
më pas i publikuar me emër dhe figura më përfaqësuese e timit organizuar në atë takim sipas mediave belge dhe më pas ata nxorën edhe dokumenta shoqëruar, ishte Artur Shehu. Një personazh i cili ka patur problematika në Vlorë, aktualisht është përfolur shumë për tjetësimin e pronave në këtë qytet, i larguar shumë vite përpara në përplasje në atë kohë me Parlamentin e Vezëve, që Artur Shehu është amerikan. Çdo rast sigurisht kishim në shtetin në rast se kishte pasur të kremë. Nuk shikoj, dëgjoj, do doja ta bëja debat me Flamurin, po më qenë se më ishte kohë ai u largua, do të thotë nuk ka të ndajë të njëjtin qëndrim me Flamurin. Ka pasur një investigim të ofisit i CRP-s, i cili flet për një tjetërsi masiv të pronave në Bregdetin e Jugut. Pavarësisht qëndrimit në Shtetet e Bashkuara, nuk i di rrethanat se si Artur Shehu e ka marrë shtetin. Po, generalit italian. Pra do thot, aty në atë fondacion përflitej ose implikoi në një mënyrë ndonjë edhe për sekretarin ish sekretarin e përgjithshëm të kryeministisë zonën që kishte sugjeruar Fabrizio Lici. Pra në këtë aspekt, fakti që mediat belge dhe fakti që autoritetet belge kanë patur se janë 3 shtete që kanë raporte për këtë gjë, është Holanda, që ka një raport detajuar për takimin e Arubës dhe që flet për personalitete dhe për figura politike, por nuk jeton ma jep vetëm identitetin e tyre, është media belge që flet po ashtu për persona pjesëmarrës që është marrë informacione që ky takim është bërë. Në si din kush ka qenë identiteti i personave. Është problemi janë në spanjollët që kanë filmuar dhe të përzuar takimin, ata kanë shumë të zhvilluar në proces për shkak të organizatës terroriste ETA. Kanë pasur ata më herët në kontroll mbi Arubën si identitet. Po më thënë informacioni ndërmjet operacionale ka bërë që ata kanë përgjuar elementet të dyshuar kriminal për qytetin spanjoll, dhe ata kanë rënë në rrjetë italianë, gjermanë, amerikanë, gjatë vende që janë të besuar. Pra justoni që të disë vetëm me justoni që ka pa me filmike, ose mendoj që Unë them që ka. Pra, ideja është një që nuk disponojnë me këtë por, ama di një gjë në siguri, sepse këto e thonë dokumentat belge të cilat i kam aksesuar, që kanë qenë publike, dhe vazhdojnë të jenë. Unë të dërgova vetëm disa nga mediat serioze belge që kanë shkruar për këtë çështje. Dhe ka një vendim të prokurorisë italiane, e cila është arkivuar çështja jo për mungesë të provave, por ka të bëjë me jurisdiksionin. Sepse është pak ndryshe, pra nuk ka të bëjë me mungesën e provave të në fjalë të thjeshta, ka të bëjë me mungesën e jurisdiksionit. Tani, nëse pala shqiptare, pra nëse autoritetet shqiptare kanë interes të zbardhin këtë gjë, sepse këtu nuk bëhet fjalë për atë takimin ka ndodhur apo nuk ka ndodhur. Me të tjera mediat belge dhe janë media shumë serioze thonë që në atë takim të tjera vë diskutuar edhe për çështjen e lejeve të ndërtimit, pra për kullat. Mjafton prokuroria e posaçme, po çdo prokurori tjetër shqiptare të marrë dosjen Black Eagle, se mund ta marrë me të drejtë në letërporosi, të marrë edhe informacion nga autoritetet spanjolle, të marrë nga Gratteri, se Nicola Gratteri ka qenë disa herë në Shqipëri, dhe prokurorët antimafia italiane kanë bërë takime këtu në Shqipëri dhe kanë qenë disa nga drejtuesit antimafia të Shqipëri, të marrë dhe vendimin që është arkivuar nga pala italiane, dhe të ballafaqoj faktet kush ishin këta personazhe në takim, a janë ata familjarët e tyre apo personat të lidhur në mënyrë të drejtë për drejtë apo të përthosur të cilët kanë fituar dhe kanë marrë leje ndërtimi, si është ndërtuar ai resort pallat apo ku, qoftë në Tiranë apo qytete të tjera.